Me 12 prill socialistët u mblodhën në sheshin Skënderbej për të nisur rrugtimin drejt zgjedhjeve të 11 maj duke festuar dhe theksuar objektivat e tyre për të fituar një mandat të katërt qeverisës. Mitingu, i cili kishte në qendër simbolin e 12 yjeve të Bashkimit Evropian, kishte një atmosferë festive, duke u shndruar jo thjesht në një dhubim elektoral, por edhe në një përkujtim të aspiratave të Shqipërisë për integrim në Bashkimin Evropian. Të pranishëm ishin drejtuesit politik të 12 qarqeve, të cilët shpalosën programin dhe objektivat e tyre për të fituar mandatin në çdo rajon të vendit. Mitingu u shoqërua me muzikë folk përfaqësues traditave të secilit qark dhe një këngë të veçantë për Shqipërinë e Europë që e interpretoi Goliku i Bënçës. Në fjalën e tij, kryeministri Edi Rama u shpreh se ky është një moment historik për vendin, ku shqiptarët kanë mundësinë të ndryshojnë rrjedhën historike, duke fituar një bast historik me Bashkimin Evropian. Evropian të Shqipërisë. Dhe kemi 30 ditë përpara për t'u lidhur dorë për dorë me çdo shqiptar, me çdo shqiptare që e do zonjën e Shqipërisë në sallonin e Bashkimit Evropian dhe veten e vet qytetar e qytetare të barabartë të Europës. Prandaj edhe është krejt ndryshe nga të gjitha herët e tjera mbledhja jonë sot këtu në këtë shesh ku qëndron dëshmitar dhe udhëfyes stoik shëmbëltyra e profetit ton kombëtar, hipur mbi kalin e historisë shqiptarëve. Ka thënë dikur një mendimtar evropian, nëse është e vërtet e Momodheu dhe Xhevahir i kryeqytetit tonë evropian, i lëmuar si një gur që ka rënë nga yjet dhe i pahan si një det i lundruar nga historia, ne të kemi shansin historik që të hedhim hapin përfundimtar drejt bashkimit me Europën dhe ndarjes pa kthim me Azinë. Për ne sot këtu, përfaqësuesit dhe përfaqësueset e popullit socialist dhe progresist Shqipërisë, nis e përpjeta e fundit drejt Europës dhe fundi i historisë son jashtë saj. Përpara nesh është vetëm një datë, 11 maj, e afërt sa 30 mëngjese, dhe pasaj është vetëm një mandat i gjatë sa 4 vjetë për ta fituar bastin historik me Europën për Shqipërinë dhe me Shqipërinë për Europën. Gurit pavarësisë, lirisë, të barazisë para ligjit, duke mos e lënë më të rregulliset të poshtë si guri i Sizifit, por duke vendosur një herë mirë në këndin e ndërtesës europiane. Aty ku së bashku do të ngjisim edhe flamurin më të bukur në botë. Pas fjalëve të drejtuesve politik, mitingu u mbyll me muzikë rap, ku Noisy e shoqëroi atmosferën festive me ritmet e tij. Fitoria e mandatit të katërt dhe afërsia me Europën u theksuan si synimi kryesor i socialistëve në këtë periudhë zgjedhore.